GKK ka shtyr seancën për dosjen Flak në det, ku pritet që këtë të mërkurë të jepi pretenca nga SPA. Shkak është bërë mungesa avokates së shtetasit Arlind Ismail Lukaj. Gjykata pezulloi afatet e paraburgimit për të gjithë të pandehurit, sa kaq seanca e radhës u caktua më datë 13 maj ora 15. Arlind Ismail Lukaj, ish zyrtari i policisë, Armando Mema, të dy banues në Tiranë, Nerim Çela, banues në Fushë Kuqe, Besnik Brokeri, banues në Vlorë, dhe 2 shtetas Ukrainas, të 6 pjesë e një grupi kriminal me bazë në Fushë Kuqe të Kurbinit, ranë në prangat e policisë së shtetit pas një operacioni ndërkombëtar antidrog, të kryer në bashkëpunim me Guardia di Financia dhe DEA Amerikana. Trafikantët ndodheshin në velierë në detin e Adriatik, kur u pikasën nga policia më 15 gusht 2023. Sapo u rrethuan nga policia, ata i vonë zjarrin mjetit lundrues dhe tentuan të largohen me një bark të vogël shpëtimi, por u kapën në flagrancë. Në operacion u përfshin efektiv dhe mjetët të Departamentit të Policisë Kriminale dhe të Departamentit të Kufirit dhe Migracionit, si dhe reparti special Renea. Operacioni i zhvilluar nga Policia e Shtetit u koordinua dhe mbështet nga Guardia di Financia, Interforca Italiane në Shqipëri dhe Frontex.